Tirana ka mirëpritur këtë të njëjtë edicionin e dytë të festivalit Bukë e Zemër, një event ndërkombëtar që bashkon arkitektë nga Europa, Azia, Amerika e Veriut dhe ajo e Jugut për të diskutuar zhvillimin urban dhe sfidat e kohës moderne. I pranishëm në aktivitet, kryeministri Edi Rama u ndal veçanërisht në çështjet e mbrojtjes së natyrës, e cila është kthyer në një nga temat më të diskutuara së fundmi në vend. Sipas tij, zhvillimi dhe ruajtja e mjedisit nuk duhet të shihet si dy procese të kundërta, por si elemente që duhet të ecin paralelisht. Rama theksoi se qëllimi është krijimi një balance mes ndërtimit dhe natyrës. Të dëgjojmë njëri tjetrin për mënyrat se si mund t'i tejkalojmë këto kufi, si mund të hedhim hapat më të ishme për të provuar se ruajtja e natyrës nuk është në asnjë kohë dhe askund, një qëndrim që nënkupton që është njësoj me moszhvillimin. Ruajtja e natyrës duhet të ketë të bëjë edhe me zhvillimin në harmoni me natyrën, jo për të vendosur natyrën në shërbim të njerëzve, por edhe për t'i vendosur njerëzit në shërbim të natyrës, të ndërtojmë dhe të mbjellim, t'i bëjmë njerëzit të ndihen të ftuar dhe të mirë kuptuar në natyrë. Gjatë fjalës së tij, Rama vlerësoi punën e arkitektëve ndërkombëtar që kontribojnë në transformimin e qyteteve shqiptare duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit në projekte zhvillimi urban. Ai kujtoi gjithashtu se këto nisma shpesh shoqërohen me debate dhe kundërshti politike, por sipas tij, ato janë pjesë e procesit të domosdoshëm për ndryshim dhe përparim. Është e jashtëzakonshme se si ju arrini të zhvilloni një qytet, duke ju falenderuar shumë që i keni besuar kësaj përpjekjeje, jeni këtu dhe e di se në fillim ishit kurreshtar më shikonit mua, ndërsa tani ju bën Shqipëria të ktheheni. Në fund, dua të them se kam pasur shumë sulme edhe të egra politike, kuptohet, por ja vlen të përballosh këto sulme që të ecësh përpara. Festivali Bukë e Zemër zhvillohet për të dytën vit radhazi në Tiranë dhe shërben si një platformë ku profesionistë të arkitekturës shkëmbejnë ide mbi zhvillimin e qëndrueshëm urban dhe social, si në Shqipëri ashtu edhe më gjerë.